Mirë se erdhët edhe në një epizod të Kosova Gjë Podcast. Sot do të flasim për një botë e cila ndryshe shihet nga jashtë, për botën e reklamave, komunikimit, strategjive e imazhit të kompanive. Edhe kam një profesioniste shumë të mirë, e cila udhëheq komunikimin në një prej kompanive më të mëdha që është IPCO. Ajo sot kam na tregu për strategjitë, për vendimet e shpejta dhe shumë vendime që merren dhe që ndikojnë në përmirësimin e imazhit të një kompanie. Sot do të flasim me Afrika Zyferin. Mirë se erdha Afrika, kënaqësi gjithmonë me bashkëbisedu me ty. Si gjeta Giri, faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi me qenë këtu me ty. Nuk e thash kot, je një prej profesionistëve më të mira të komunikimit dhe që ke ndikuar shumë madje edhe në imazhin edhe në IPCO, në shumë strategji dhe politika të tjera. Shumë pak e din se sa shumë punë duhet edhe për me ardhur tek një imazh i tillë i cili do të punohet shumë gjatë, në mënyrë që të shihet si shihet IPCO sot te publiku. Po du me ditë fillimisht Afrika çka të lidhi me botën e komunikimit. Komunikimi është gjithmonë më ka dukur një fushë shumë interesante. Kemi pas normalisht në mënyrë shumë të thjeshtë dhe të shkurt faktikisht e kemi pas pak në studime, më ka tërheq shumë mënyra, kena pas do projekte të vogla, domethënë gjatë studimeve, grupimi, target grupet, audienca, qysh analizohet, qysh bëhet një strategji e komunikimit, një plan, më ka duk shumë atraktive. Mandej e kom synu si profesion, po jo në mënyrë kategorike, me thonë, me qenë në komunikim edhe pikë. Ka rjedh mandej pak spontanisht, pak qëllimshëm. Punën e parë nuk e ke nisë në komunikim. Qa ka qenë puna jote e parë, Afrika? Puna e parë që ka qenë në fund studimeve, ka qenë një institucion financiar lokal, ka qenë punë me klienta direkt. Mu pak lodh vazhdimisht me qenë në kontakt me klienta, dhe shta kom personalitetin pak që du komunikim shumë, pëlqen komunikimi, e kom profesion komunikimin, po mas e duna pak mu tërhek edhe me rimbledh energjin. Ajo punë pak kam lodhi, si kisha direkt me klienta kreditën, edhe mundësia e parë që më ofru, që ka përdojnë me punu, unë me njerë kom zgjedh marketingun, se gjatë asaj pune në institucion financiar e posh e analizova, sepse normalisht mas e vazhdova me një institucion tjetër financiar, që ishë industria e njëjtë faktisht, po e analizova dhe posh që kam kishë pëlqy ma shumë e bo dhe që aty do më thonë ka qenë ku e kom marrë vendimin, edhe fatmirësisht mu realizo andra. Punët zakonisht janë ato që vedishëm apo pa vedishëm, mendoj që ne nxjerrim pa personalitetin mas shumë ti. Qoftë që shdojmë me ndërvepru në komunikim, a jemi ma shumë introvert, apo ato e një vete njeri mas miri. Mandej marketing, që shka qenë Afrika prej kohës, kur ki fillu më marrë me marketingun, atëherë po flasim për një marketing krejt ndryshe prej që shbohat sot. Komplet ndryshe. Unë kom fillu në këtë profesion vitin 2008. Që shtash një institucion tjetër financiar, ka qenë institucion në fillimet e saj, ka pas dikunja 7-8 muj që ka qenë të operu në Kosovë. Kemi qenë dikunja 20 veta komplet. Marketingu është bo shumë interesant. Disa tri që tash kanë hynë këtë fush, nuk mujnë me imaginu që ka qenë atëherë. Nuk mujnë me marrë me mend, faktikisht. Kom qenë një person, në komunikim me kompanin OM, të institucionit financiar këtu në Kosovë, edhe arritja me mua dhe ka qenë komunikim me bo një kampanjë, me realizu një reklam që na kam shku muj tanë me bo një reklam, shumë mjete financiare, edhe deri sa kemi realizu, edhe mas e reklam është përdor me vite se kena investu, edhe është përdor me vite. Edhe trendet s'kanë lëviz që ka shpejt. Nuk ka lëviz kur gjohë, që aty është edhe krejt pojenta, që ke mujt një reklam përdor me vite. Normalin se ka qenë një reklam që s'ka pas një ofertë momentale, kuptohet. Se nëse ka pas një ofertë momentale, pa tjetër që është dashtë me qenë ma afat shkurt. Por reklamat pak më të përgjithshme, s'kan lëviz, s'ki pas nevojë me kur gjë, ke bu një reklam, ke investuar dhe ke qenë në rregull të paktën për një vit. Kështu që normalisht dallon shumë prej sot për cilat flasim edhe ndërkohë se ka shumë për me folë. Afrika, mandej keni kalu në IPCO, në kompaninë IPCO, ku sot e udhëheqni komunikimin edhe një pjesë e bordit menaxhues, edhe di që shumë je pjesë e shumë vendimeve në IPCO. Po më tregon çish u bën pjesë e IPCO-s, çka tërheqi te IPCO? IPCO ka
gjithmonë është njoftën treg si një kompania më e madhe e telekomit, një kompani me reputacion shumë të mirë, një kompani është duke atraktive e rinis. Më ka tërhek gjithmonë, nuk është që e kom mendu ndonjëherë që kom me punu një IPCO, po thjesht më ka pëlqy prej jashtë. Edhe kur më është ofru mundësia me punu, normal, mas ne e kom mirë prit shumë, edhe, të më thonë, kom bo shumë mirë. Më fillimisht në IPCO cili ka qenë roli yt i parë apo që kanë qenë ato ditë e para në IPCO? Shumë interesant. Unë kam bashku IPCO-s në mars 2020-ës. 5 ditë para pandemisë. Po. Edhe kom fillu punën, jom taku pak me kolegë, e kom taku veç njëherë shefin tem, që ka qenë CEO-ja asaj kohe, edhe jena mbyll. Ai ka udhëtu për Sloveni. Unë kom nejtë edhe disa ditë aty pak sa mjeftu me edhe ka ardhur vendime që tash tutje faktisht pandemia, u mbledh bordi menaxhues atëherë, unë nuk kam qenë pjesë e bordit menaxhues, unë kam qenë si PR, Public Relations expert në atë kohë, i kam bashku IPCO-s, edhe nuk kam qenë pjesë e bordit, edhe më kanë ftu në mbledhje sepse është kryer ajo business recovery team që është në gjendje të krizave. Kam qenë pjesë e asaj ekipe, më kanë ftu, edhe normal unë kam qenë në një situatë shumë të vështirë. Ka qenë komplet industri tjetër, unë komplet karrierën e kam zhvilluar në institucion financiar, ka qenë komplet industri tjetër. Sa që kur u kryke mbledhja, unë kisha nevojë me hi me googlirat terminologji. E kuptoj. Domethënë ka qenë shumë vështirë. Edhe me qenë njëherë pjesë e bordit, e takimeve të vazhdueshme, jena taku ka ndodhur 3 herë në ditë, e me marrë vendime të ndryshme. Jo mundu me folë sa ma pak, se nuk kom ditë shumë për telekomunikim, po më ka ra për mbi barra e komplet komunikimet, kam qenë veç një person, që është dashtë me menaxhu komplet mediat, shkrimet, informimin e publikut, çdo gjë që ka dalë jashtë, edhe normal, ka qenë kogja sfiduese. Pra Afrika, atëherë kompania e parë IPCO ishte ajo e cila doli me masa për pandeminë edhe që shupritën ato qoftë prej publikut ma gjanë edhe prej punonjësve, cilat ishin ato reagimet e para që ju i marrët si bërd? Faktikisht, jonë marrë masat me njëherë. Me njëherë kemi shku krejt shumica prej shtëpisë. Nuk mëjmë thonë krejt 100%, se për shembull call center është dashur me punu me ndrime, po jonë marrë komplet masat. HR-i ka qenë tepër i mobilizum, edhe shumë, do të thonë, i ka respektu komplet rregullat që janë përcjell prej institucioneve përkatëse në atë kohë. Call center ka punu me ndrime, normalisht teknika ka dalë në teren, mirë po në tjertë edhe shopat kuptohet kanë punu me ndrime, që me rujt atë distancën prej 2 metra që ka qenë prej njëri tjetrit, po janë aktivizu shumë edhe këto pagesat online, mas ne edhe aktivizimet e pakove dhe krejt, ka qenë një mobilizim tepër i madh. Për një periudhë shumë të shkurt mandej i kemi dërguar edhe komplet call center me punu prej shtëpisë. Edhe kemi qenë pasi në për telefona, në për mbledhje online, e majnë me atë kohë shumë mirë. Drejtoreshën e komunikimeve, në drejtoreshën e burimeve njerëzore që e kemi në IPCO, sa ka luftu që stafi me punu prej shtëpisë. Domethënë nuk ka dashur me ndëgju për kurrë tjetër dhe me sa e majnë men, kemi qenë institucione që kemi punu kohën më të gjatë prej shtëpisë faktikisht. Edhe prej asaj periudhe na ka mbet edhe sot e kemi me politik, jo krejt e respektojnë, jemi të qartë, që me punu stafi 2 ditë prej shtëpisë. Mundsohet në shumë departamente. Pra orta banit pa mundur mi siguru edhe laptopat që kërë me punu për shtëpisë. Orta, në nade, avdia, prokurimi, kështu që do më thonë krejt kemi punu bashkë, po normal orta ka shty që ato ka thënë, pa tjetër me punu për shtëpisë, nuk guxoj me rreziku mirëqenia e shëndeti stafit janë mbi të gjitha faktikisht. Edhe pse si institucion, si industria e telekomunikimit, na ka rënë barë shumë e madhe përsipër, sepse volumi i ngarkesës të rrjetit është rrit shumë. Po, se gjithë shtëpia. Krejt kanë qenë në shtëpi, krejt fillon me mësu online, krejt fillon me punu online. Edhe gjithçka u varti prej rrjetit. Edhe presioni ka qenë shumë i madh. Ndoshta shumica e njerëzve kanë punu prej shtëpisë në atë kohë, kanë qenë në shtëpi, po ekipi jonë i teknikës ka qenë gjithmonë në për terren. Normal e ka rrezikuar dhe shëndetin faktikisht. Me masa mbrojtëse, me distancë të rekomandueshme, po ka qenë gjithmonë terren për me mirë mbajt rrjetin sepse ka qenë ngarkesë shumë e madhe.
po ka funksionu shumë. Afrika në ditët e para të punës një, po pas ka me u përballë me krizat. Qysh mendon që menaxhohen krizat për një perspektive të PR-it në kompani? Që jam e rëndësishme është transparenca, komunikimi. Sot komunikimi nuk mundet me qenë veç një drejtemsh. Ka ndru situata, nuk është viti 2008 kur unë kam fillu karrierën, tash jena një botë komplet tjetër të komunikimit. Tash publiku don bashkëbisedem, don komunikim dy anësh. Dhe mendoj që situatë krizave sidomos duhet me reagu shumë shpejt, duhet me dhënë mesazhin, sepse nëse nuk jep mesazhin direkt, nëse nuk tregon situatën e vërtet direkt, narracioni mund të krijohet prej dikujt tjetër. Kështu që është me rëndësi shumë që me tregu vet realitetin, me qenë vet zotruesi i narracionit, sepse mund të më dalë prej dorës shumë lehtë tash kur të gjithë kanë platformë faktikisht. Përpara ka qenë shumë vështirë me pas platformë, airtime apo koha mediatike atëherë ka qenë shumë e shtrejt, tash është shumë e lirë. Tash krejt kanë platformë, krejt mund me komuniku, krejt kanë publik, kështu që faktikisht është pak më vështirë se përpara. Afrika jo gjithë e kanë këtë aftësinë e të vepruarit shpejt, e të marrit vendimit, pak edhe te ajo besimi që vendimi që po e merr është i drejtë, që ke ndërtu ti këtë aftësinë për me marrë vendime shpejt. Mendoj që normal përvoja e bën vetën. Jam përballë me situata të krizave gjithmonë gjatë karrierës tëm, po ja vlen shumë e theksu që jena një ekip që besojmë shumë te njëri tjetri dhe ndihmojmë shumë njëri tjetrit. Nëse unë e theksoj që një vendim duhet më marrë shpejt, më mbështet komplet bordi menaxhues. Mandej mbështet edhe ekipa jam, që është shumë e rëndësi. Do të thonë kam mbështetjen prej dy anëve. Unë e marr vendimin, e marr rrezikun përsipër, po normalisht që kam mbështetje se disa gjëra duhet edhe më aprovu edhe prej dikujt tjetër. Sidomos në kohë të krizave, komunikimi koordinohet me anëtarët e ekipit tjerë. Unë nuk më dalë me një komunikim vet nëse lidhet diçka me rrjetin, për shembull, se unë nuk jam eksperte e rrjetit. E kemi drejtorin e teknikës, me cilin jena në komunikim vazhdueshëm ose edhe me ekipin e tij që krijohet narracioni, krijohet kontenti i komunikimit dhe komunikohet. Kështu që jam shumë e fat që jam e rrethuar me një ekip si lart si poshtë, një ekip që më mbështesin në marrë vendime të shpejta. Afrika me që keni mri edhe gjitha shkallet e pozitave, që ka të ka ndiku mas shumë ti me qenë ka që përkushtume dhe ka që qetë në anën tjetër? S'kom pas asnjëherë stres gjatë punës, gjatë përditshmërisë. Faktikisht nuk kam stres. Ekipi jam nuk nin stres prej meje. Nuk përcjelli tension. Vendimet i marrim qetë, marr përgjegjësi për vendimet e mia faktikisht. Mundem edhe me gabu. Nuk është që s'kemi gabu asnjëherë gjatë karrierës, absolutisht kemi gabu, kam gabu edhe gjatë karrierës në IPCO, edhe pse kam pas shumë eksperiencë dhe bagazh kur ju kam bashku IPCO-s, absolutisht që kam bo gabime, fatmirësisht jo të mdoja me pasoja, po gabime të vogla që kanë mujtë mos mu bo, po që jo më bo. Gabime nuk bojnë veç ata që nuk punojnë. E vërtet, edhe ekipi jam shumë mirë den që unë nuk i marr hiç parasysh gabimet që i bojnë as ata, faktikisht. Okej, e ke bo, mirë vazhdoje, s'ka dhez, provoj diçka tjetër, provojmë diçka tjetër. Këtë mesazh e marr prej drejtorit tam, këtë mesazh e përcjell edhe ekipit tam se mendoj që ashtu funksionon më mirë. Po jo gjithë menaxherat e kanë këtë qasje, jo krejt i pranojnë gabimet me qetësinë që ju i pranoni ose i përcjellin te të tjerët. Cili kishte qenë mesazhi që ka ndiku, që ka pas efekt që kjo strategjia jote? Trajtoje tjetrin që shki qef me trajtu ty. Kjo është shumë e rëndësi. Unë kam personalitetin që nuk du mikromenaxhem, më pengon shumë, më përcjell për çdo sen, me raportu gjithë shka. Bile shpesh kur takona me drejtorin, me shefin tam, drejtorin i thom, ti din që unë punoj shumë, por nuk kam shumë qa me të tregu, pëtin se nuk të shkoj mi tregu edhe me e kemi bu këta, kemi bu ata, ti e den që na i bujna krejt dhe jena në rregull. Edhe qaja faktisht më përcjell vazhdimisht. Po Afrika jo krejt shefat e vrejnë punën nëse nuk shkan me ja thamë vazhdimisht. Pesha në përgjithësi kom taku njerëz shumë të zatë, shumë të aftë, po cilët nuk e bojnë të madhe kështu si ti punën e tyne, sepse e shohin si pjesë të përgjithësisë. Qysh mund të nashta me përcjell këtë qasje edhe te udhëheqësit që
me vlerësu edhe punën e atyre që nuk vinë gjatë gjithë kohës me lyp atë validimin. Ki shumë drejt, faktikisht. Nuk e kom pas qëtë relacion asun me shefin tem në fillim. Kur unë i kom bashku IPKës ma herët, kërë shefi ekzekutiv CEO-ja IPKës është bashku para 2 vite e gjysë ashtu. Edhe kur ka ardhe në fillim, unë kom shku dhe i kom tregu krejt që ka bëj. Nuk jom përmbajt, faktikisht. Se unë kalova të një pjesë tjetër që është bëj tash, po fillimi është pak ma ndryshe. Kom shku i kom tregu krejt që ka bëj. Bile ja kom dërgu me shkrem. E kanë bu me një marrëveshje dhe kom thonë çdo javë, dërgoj komplet që kom bu krejt javën. Edhe pse nuk e kom pas pozitën që është dash mi raportu që ashtu, po unë e kom preferu, sa i kom dash mi ditë që ka bëj. Se faktisht çdo fjalë mi ka thonë, në fillim, ka thonë, Afrikë, gjithçka është në rregull, shumë mirë është komunikimi, shumë mirë është gjithçka, krejt po buhen, po unë s'pidi që po bënte. Fiks që shtu më ka thonë. Modestia. Po, fiks që shtu më ka thonë. Okej, ki të drejt. Atër hajtë bëja bëjmë qështu. Edhe e kemi bo. Edhe me shkrim, edhe në takem përballë kur kemi qenë, kemi diskutu sakt krejt që ka bëj edhe në detaje. Mandej normalisht, kur është qitu besimi, kur është pa puna, nuk ka pas mandej nevoj me shku, me tregu. Po, ka faktisht dallëm personalitet për personalitetit. Dashta unë kom pas fatin me gjetë një gjutë përbashkët me shefin tem, edhe ekipi jam besoj e kanë gjetë një gjutë përbashkët me mu, se njëjti kërkoj prej ekipit tem. Po normalisht dallojmë personalitetit, edhe unë mendoj që gjithkush duhet më ju përshtat personi që i raportan, patjetër faktikisht. Ndërsa për persona që kanë staff që menaxhojnë, unë normalisht kisha thënë veç trajtoj që shki qef me trajtu shefi jotë, se krejt kemi ka një shef nalt. Edhe CEO-ja edhe krejt. Në atë komunikimit e kemi veç një defekt, kemi mësu me raportu gjanat ma të rëndësishme. Nuk kemi forëzat kështu edhe sanet e vogla e mora e bona me raportu, edhe pe kuptaj në këtë pikë që është ka ndodhë edhe pse keni shku deri te ky raportim. Afrika, kur isha në një vëjzit në IPKO, më thanë që ato ekipët, kur vjen në Afrika veç busqeshin, hala janë shumë të lumtura. Qysh kem ri me majt një raport të relaksum mes punojnësve, edhe të nivel me lartë, edhe një nivel me poshtë. Jemi gjithë kolegë në fund, ditës. Po e vërtet. Te unë është një ambient pune i relaksum. E thash pak edhe ma herët. Kritja u besoj punën që e bojnë, u mendoj që kritë e bojnë punën me përgjithësi të madhe, edhe nëse gabon dikush, për mo është okej. Nëse ke gabu, se je mundu me bo një punë të mirë, është në rregull. Nëse si ke bo punën heq nuk është në rregull. Ama nëse ke gabu të e bo punën, me mu je shumë mirë, faktikisht. Për çfarë arsye, ekipa jam një shumë të lirë me ardhë me dhonë idea, e din që çdo ide analizohet, edhe nëse ja vlen pak, patjetër që kena me provu. Edhe ata njën mas një shumë mirë, ose i kanë dur të lira, për shumë me bodhe diçka, ishme s'me ardhe folë me mu. Okej, bëje. Kjo është shumë e rëndësishme, autonomia. Po, bëje, krye. Bile ma shumë e preferoj nëse më bithu, Afrik, ka ndodhë që problem, që kjo është gjithja, e kemi bo dhe jemi në regull, shumë mirë, edhe për që ta jemi na me zhjith probleme. Kështu që qajo besoj që kanë ndiku shumë. Mandi që të regova edhe kur kam bo gabime kemi qenë gjithmonë në regull, nuk ka presion, gjën të lirë me ardhë me komuniku me mu, unë komunikoj me ta lirë shumë, kalon edhe kohë të kështu të lirë bashkë, edhe në kafe, sene, kena raportin shumë të mirë, edhe normalisht që unë kom qef mi pata të busqesh, për deri sa e kryna punën, me regull. Afrika ju përveç kësaj keni edhe shumë aktivitete sociale ku argëtoni, ku lidheni me njëri tjetrin, cilat janë disa prej aktiviteteve që në ekip kanë funksionu më së miri, që i kanë ndihmu edhe ata mu lidh me njëri tjetrin edhe mundima mirë me ambientin e punës. Po, HR-i të na organizon shumë aktivitete well-being që e qujnë. Çka ekipës ta mi pëlqen mas shumëte, tash po flasim, është kur na shkojmë në retreat që e kemi një herën vetë, shkojmë Bregdet, ofër normalisht, që ajo i bëju pëlqen shumë ekipës, bile na e shfrytëzojnë na shkojnë atë një natë ma herët, se kemi një natë, na shkojmë edhe një natë ma herët, edhe nuk ka shumë njerëz një natë ma herët, po fishna dhe ekipa jonë, faktisht jemi 11 veta në total, na kalojmë tepër mirë, faktisht aty jena all in, krejt bashk, që ajo pëlqen ma shumë, shkojmë ka njerë bowling lujna, kur organizon HR-i,
e kena diskutu me shku edhe në hiking, po s'po mujna më bo bashkë Disa pjesë më duke që shkojnë, disa antarë të ekipit, i kom pa me flamuj. Mendova na krisi si ekip bashkë, po ka që shkojnë, pa tjetër, po ka. Po kështu na si ekip komplet që mbledhi me jënë qëto. Edhe në hiking e kena lon me shku, hiking e radhës, komplet ekipa bashkë, se na kur shkojnë, që kena që me shku krejt. Rrallë dohet një me shku vetë, na zakonisht shkojnë krejt bashkë. Edhe ka mandej shumë benefite edhe që lidhen me mirëqenjen e punonjësve, po e shoh që tash keni me punësu edhe një psikolog që është shumë e rëndësishme mënyra që komunikojnë njerëzit me vetë në kompani. Cilat janë edhe disa benefite si kjo të punuarit prej shtëpisë, që IPCO i ka e jo shumë kompani i kanë. Po mendoj që ka shumë benefite për stafin, që i vlerësojnë edhe punëtorët shumë besoj. Për shembull, HR-i ona ka ofru mundësinë me pas pak orari fleksibil, për shembull duke kemi fiks në orat 8 me qenë në punë, ose në 8:30, po prej 8 deri 9 është një fleksibilitet. Mas ne për shembull mundesh me ardhën punë 8, me dalën 4, 9, me dalën 5, 8:30, 4:30, edhe krejt ato minutat në mes që janë mundesh me shfrytzu, me ardhë dhe me shku, që faktisht besoj që është goxha me rëndësi që kjo fleksibiliteti që ta jap, se unë ndoshta e kam pak qëtë problem punën e mëngjesit, edhe Po, shumë njerëz. Minuta, po, edhe është shumë e rëndësi që kjo për stafin. Përveç tjerave që i përmenem deri tash që na ofrojnë shumë aktivitete, me qenë bashkë, thirrin mas ti psikolog për me diskutu me stafin, mas ti për shembull thirrim ekspert smundjeve kundër kancerit, ose sidomos para ndalimit, me bisedu me stafin kur është muji i kancerit, që me bisedu stafi bën pyetje mbledhje me minisall, krejt diskutojmë, gjatë asaj periudhe mas ne organizojmë mamografi pa pagesë për stafin. Krejt çdo gjëra, mas ka shumë ta, po HR-i shpjegon më mirë. Afrika më tregova një gjë që më la shumë përshtypje, përveç që ju i vlerësoni punonjësit që ndodh në shumicën e kompanive, i vlerësojnë edhe masin performancën në një farë forme, edhe stafi ju vlerëson juve. Po, kjo është diçka që i ka implementuar HR-i më vonë, është shumë e mirë. Faktikisht na vlerësimi është supervisor, punëtori e vlerëson supervisorin e vet, po masi e kena edhe peer review faktikisht, edhe kolegun, domethënë nivelit njëjtë, niveleve të ndryshme, s'ka lidhje me ata që bashkëpunon, ata mujnë të vlerësu, edhe bot që i thojnë HR-in i vlerësim 360 shkallë. Qysh ka ndiku kjo që më vlerësu, që të gjithë më undi që kanë më vlerësu në fund? Shumë e rëndësi me ditë si menaxher që në fund ka me vlerësu stafi. Se mas ne faktikisht që diskutuam edhe më herët, ka mënyra të ndryshme të menaxhimit, edhe mandej që ajo ndikon që edhe menaxheri pak me pas kujdes trajtim të stafit, mja ofru hapësirën e nevojshme, se janë aty disa fusha, që disa parametra që vlerëson stafi, edhe mas ne që ato që mi dhonë hapësirë stafit me dhonë ideja, me komuniku lirshëm, mos me ushtru presion të panevojshëm kuptohet, edhe kanë ndiku shumë një pozitive. Afrika në karrierën tonë, në përkushtimin shumë të madh, më duket që ka pas një rol shumë të madh edhe familja në përkrajen edhe në këtë si më thon mindsetin, në këtë politikën tonë për mos më anku. Ç'është ka ndiku? Ma tregova një bisedë që patëm një rast shumë të rëndësishëm me babën që keni pas kur keni pas më shku në shkollë. Faktikisht ne familja na ka rrit, na jemi 2 vajza dhe një djalë, po jena rrit pa dallime gjinore. Edhe pse nuk jena rrit në një periudhë që kanë bu për dallime gjinore, po seriozisht kanë njerë edhe shoqënia na kanë thonë pak si burra, po mena njëjës, nuk pse s'jeni pak më femërore, edhe unë edhe motra nuk jena ashtu tepër femërore, ç'ashtu jena rrit. Babi na ka pa gjithmonë ashtu kime bo karierën, kime bo kështë, kime bo biznes, qka do, po jo, asë njerës nga ka thonë të kime martu, kime bo fëmijë, s'ka qenë pjesë e bisedës heq, dhe pse na normal e kena ditë që jena martu, kena bo fëmijë, kreti kena bo, po nuk ka qenë pjesë e bisedës qa ja. Unë nuk jom rritë të imaginu darsmën tem ideale, unë jom rritë të imaginu qka ko më bo, qka ko me punu, në qasi mënyre. Mas nej, unë prenti kom doktora. Unë edhe kur jom lëndu, nuk kom guzu mi thonë po më dhamë.
të papi na ka bërtit. S'pa të dhem, kur gjoski, quh, më s'ma anka. Nuk jena anku, nuk jena pas mundësi më anku, është dash me qenë shumë të forta emocionalisht. Njëherë mu ka duk pak pa lidhje, kom thonë pse une nuk muj me shku me kajt të nana em ose të baba em, veç për pa lidhje, pse nuk po ma kthen pëlqimi e simpatia, puntura më boj gjithë e fort. Edhe, po mas e kom pa që mire kanë. Mire kam pas, na kam bu shumë të forta, edhe unë sot nuk di mu anku për kur gjo, i befasoj edhe doktorat me renome që sa kohna për kur gjo dhe kur kam situata. Edhe që kjo më ka përcjell edhe në punë, edhe në familje, edhe gjithkon, me në që është një karakteristike e mirë, diçka e mirë që ma kanë mësu familja, mundona mi a mësu fëmijëve të mi, edhe pse nështë unë mundona mi dhon pak hapësir edhe mua anku, po jo në mas të madhe se mas një ajo, kur mësot dikush mua anku, po të mas një si shprehi pa lidhje dhe vend se me reagu, me regullu një problem, shkojnë vishtu anku të prit me asgjë dikush tjetër probleme. E pash edhe në një artikull të prindrit që kanë rritë fëmijë të suksesshëm, një prej këshilla kryesore që ata ju kanë jep fëmijëve ka qenë mos mu anku. Bjen shi, merre çadrën, e keni problem, gjeje zgjidhjen, edhe që kjo ka qenë parametri kryesor që ata me qenë ma të suksesshëm, me qenë ndërmarrës, edhe kanë rritë fëmijë shumë të suksesshëm. Kështu që shumë e rëndësishme me dëgju edhe krejt ata që rrisin fëmijë, po dhe krejt na që shpesh nështë edhe për gjanat ma të vogla ankohemi. Po e vërtet, shumë e vërtet. Afrika ju si pjesë e EPCO-s bani edhe shumë, mbështetni shumë evente ndryshme, kauza të ndryshme, kauza sociale, evente të rëndësishme për komunitetin. Sa është e rëndësishme kjo pjesë tek komunikimi dhe tek krijimi, fuqizimi i brendit? E tham pak ma herët që sot komunikimi është shumë dimensional. Nuk është mo me dalë mirë reklam televizor, ose si përpara që e kena marrë një faqet gazetës, e kena bukirat edhe ka qenë një sukses shumë i madh. Është komplet ndryshe. Ka shumë trende që duhet mund ndjek. Faktikisht sot një zyre e komunikimit punon si një redaksi e lajmeve. Shpejt, urgjent, komunika, gjithçka ndodh në sekonda. Thash më herët gjithkush ka platformë. Komunikimi është në kohë reale tash. Nuk është më planifikoj çka komuniku sot në mramje. Duhet tash me njëherë. Edhe publiko, edhe klientat, edhe komuniteti presin komunikim direkt. Sponsorimet, donacionet, kontributi për komunitetin është ajo që na e bojna me pas që komunikim sa më direkt me ata. Aty e japim shpirtin. E kena shumë për qefi këtë pjesë. Vrehet. E kemi shumë për qefi. Sidomos si kom kolegët e mia që e kanë shumë për qefi, sidomos njëra që është veç in charge për këtë pjesë, do me thonë. Bardha. Po bardha e jep shpirtin faktikisht edhe çdo a disa kesh ndihemi nëse s'mujna me përkrah një aktivitet. Do me thonë. Mas pari mu vjen keq për i bardhës, se bardha krit shpirtin e veç me spjegu aktivitetin, sidomos aktivitetet kulturore normalisht. Edhe unë mas me njerë mi shnohna që ashtu mbinde edhe me njerë thëmë, wow, po edhe mu kur e mbin direkt normalisht se Prishtina është e vogël, na njihemi, krejt Kosova është e vogël, edhe vjen krejt vi kemi qef ju ndihmu, fatkeqësisht nuk mujna mi ndihmu, krejt ve kuptohet, po një pjesë shumë madhe besa ju ndihmujna. E kena shumë për qefi, e bojna me përkushtimin ma të madh, nuk ka kënaqësi ma të madhe, se sa kur shkojna dhe i ndihmojna, sidomos edhe donacionet, se donacionet janë edhe pak ma të ndihshme në këtë pjesë, që aty e njëna një përmbushje shumë të madhe. Edhe thash drejtorin e kemi përkrahje shumë madhe, edhe kur shkojmë edhe e kryjmë një aktivitet bashk, shkojmë për shembull herën e fundit ishim të zjarrit fiksat, ju ndihmum sa do pak. Mi rregullu ambientet e tyne ku rrinë, faktikisht janë në punë ka 24 orë, kështu. Edhe kur e krytëm tu jenë zyre drejtori tha, atë shumë mirë po bëjna që si aktivitete, që kjo po më kënaq faktikisht, që kjo po më përmbush. Pajtona që ajo është pjesa ku mas shumë të ndihesh i përmbushur edhe e jep kontributin direkt edhe eshe si përkthim, eshe me një buzëqeshje, me një përqafim. Cili ka qenë momenti që e marrë men mas shumë ti kur keni përkrah qoftë fëmijët, qoftë një kategori të caktuar, ku e keni pa një arritje themi direkte për çati kontributi që keni bë. Sidomos e donacionet që thash edhe ma herët, e shohim në komuna në qendrat mjekësisë familjare kur japim
kështu ultrazo për detektimin e hershëm të kancerit. Për shembull ajo është diçka shumë e ndihshme, po sidomos se mund ndërlidh tash me këtë pjesën e kancerit, kur i kemi vizitu fëmijët për datën e qershor, kemi shku te fëmijët që në onkologji të fëmijëve faktikisht. Edhe kemi vizitu, kemi bo aktivitete. Bile herën e fundit kemi qenë me letrin që kemi pas pjesë të kampanjës. Me pa gëzimin në sytë e fëmijëve që po shërohen prej kancerit, ka qenë tepër edhe mshme, tepër e ndihshme. Normalisht na kena kajton kohë, se kena largu dhe veçera. Edhe ato, më ka bu përshtypje se ato motrat i kishin pas ato faculetat në përgjepat, veç kështu bëshin. Ishin mësu, tha na jemi mësu, tha se na vetë ta mas pari kur prarëm, tha qajmë tepër, tha mas ne, tha adaptohemi, tha dhe miremi. Që ka shumë pjesë të ndihshme të kësaj pune që na prek tepër, e njën shumë gëzojmë që kena mundësi me bo diçka, në anën tjetër mas ne pse po ekspozohen ndaj qësaj atmosfere, i ka të më thonë të mirat të këqijat. Edhe diçka që normalisht më ka bu mundi mirë, ka qenë kur e kemi dhoni donacion në shkollën Sami Frashëri, shkollë që e kom kryon. Edhe ajo ka bu pak mu këthy mbrapa dhe me ndu, okej, me krejt atë periudën, kam qenë nxënëse asaj shkolle, edhe ku jam sot, që më ka ardhur mundësia sa do pak me ndihmu shkollës ku e kam kry 4 vite, ka qenë tjenë shumë e mirë, kështu që ka shumë momente të mira. Një mesazh shumë i mirë Afrika edhe për krejt kompani që kanë të ardhur, që me i qua ato për komunitetin, për këta fëmijë apo për gjitha kategoritë të cilat kanë nevojë më shumë ti. Afrika po kthehemi përsëri te komunikimi. Jo krejt kompanit i kushtojnë rëndësi brandit të punëdhënësit, brandit të kompanisë. Sa është e rëndësishme me investu në profesione si ekspertat marketingut, ekspertat të marrëdhënie me publikun apo të rrjeteve sociale. Sepse kjo në afatgjat krijon besim. Po jo krejt kompanit investojnë në profesione në cilat e shohin direkt atë efektin. Jënë disa pozita që jënë domosdoshme sot. Na patjetër si komunikim, nëse dënë me pas një komunikim efektiv, nëse dënë me qenë në hap me trendet, patjetër që dush me pas ekipe, edhe mrena, po ndoshta edhe ekipet jashtme. Na përveç që kemi ekipet e mrenshme, na bashkëpunojnë me agjencionet jashtme. Për krejt, për TikTok, për digital marketing, kemi brenda, kemi edhe jashtë. Patjetër, është shumë dinamike sot, nuk ka mundësi me mri. Na duhemi me qenë një ekip shumë e madhe për me mri, me komuniku në kohë reale vazhdimisht. Na komunikimi ne kemi tepër dinamik, tepër. Që kena ndim shumë për jashtë. Kompanitë të mi thonë tepër rëndësi kësaj pjese, sot një baner e bën edhe me AI. Po qysh e bën, qysh duhet me bo, çka duhet me komuniku, qysh duhet me plasu, ato i bojnë njerëzit. Edhe çka mendon audienca pasi e sheh ato, edhe ajo shumë e rëndësishme se ti veç me përmbush një postim, një informacion mundesh me bë. Absolutisht, edhe audienca është e pamshirmshme faktikisht, domethënë me mzis presin me najt dhe me kritiku. Gjuha shqipe për shembull i ka hala do probleme që na kur sakt se dina ku përdoret ëja, ku s'përdoret. Okej, unë e di, po komplet nuk e di, tash se s'kom çfarë pa e dit. Për shembull ka pas raste kur na bë kampanjë, e kanë qit ën edhe na kanë dalë një herë në prit. Çevesh do të më përdor ën pa nevojë faktikisht se është duk si një postim që s'ka nevojë me përdor ën për shembull. Ma do të thonë rrin në kohë reale të bë presion. Edhe ti dush me qenë vazhdimisht alerted, dush me qenë i zgjuar ton kohën, dush me përcjell komplet a disa vështirësh me përcjell komplet rrjetin, çka po ndodh. Për cilën kemi platformë tjetër që bën monitorimin, se s'kemi çare, s'është e pamundur me bo fizikisht atë pjesë. Kështu që është shumë dinamike, është goxha vështirë. Në fund ditës njerëzit shërbejnë prej njerëzve. Që sheshe komunikimin edhe këtë profesion të marketingun përgjithësit ndikun për inteligjencës artificiale. Si mundemi me rujt njerëzore në këtë pikë? Po shoh kohëve të fundit, komplet reklama po bëhet me AI. Nuk po m'pëlqen. Nuk po m'pëlqen se po vrehet. Po vrehet që është AI. Ose postimet, po sidomos reklama me lëvizje, po bojnë njerëz me AI edhe ajo po vrehet. Ku është
autentiteti, ku po mbetet realja. Na për veti në EPCO ende jemi faktisht edhe kemi me qenë autentik, real. Kemi me pas në punë agjencione që krijojnë reklama të vërteta, patjetër që në hap me kohën, patjetër që të shkurta, patjetër që ato që ka e don audienca, se sot 3 sekonda, 6 sekonda edhe përfundoj biseda. Ma tregova një gjë shumë të rëndësishme që ke bën komunikim, që e përshtat për çdo platformë, për Instagram, sepse audienca dallon variant për YouTube, prej Instagram, prej TikTok, edhe i përshtatën në çdo platforme me përmbajtjet e juaja. Patjetër, por kjo është sfida sot. Për atë arsye duhen ekipe më të mëdha ose bashkëpunim me agjencione të jashtme, sepse është e pamundur mi bë vet. Përpara në institucionin ku kam punu, ka pas periudha kur se kam punu 12 vite, ka pas periudha kur marketingun e kemi marrë 2 persona. Sot nuk ka mundësi. 2 persona me një agjencion të jashtëm që na i ka bëu dizajnin faktisht çkaq. S'ka pas kurrë tjetër. Sot nuk ka mundësi. Sot duhesh patjetër na i kemi 2 dizajnera të brendshëm, graphic designers të brendshëm, agjencion digital marketing, TikTok, gjithçka tjetër, media monitoring, edhe jena vazhdimisht në punë, vazhdimisht. Ka mundësi me përcjell sot sepse ndryshon gjithçka, ndryshojnë trendet vazhdimisht, edhe duhesh me qenë hap me kohën, për ndryshe s'ki mundësi me komuniku mbetesh irrelevant. Cilat janë, tash po flasim edhe për IPCO-n si IPCO, cilat janë ato shërbimet, cilat ju i përmirësoni vazhdimisht edhe e merrni parasysh edhe reagimet e publikut që i kanë. Patjetër që pakat e telefonisë mobile janë ato që kanë ndikimin më të madh vazhdimisht. Kush e mendon sot jetën pa telefon? Kush e mendon sot jetën pa internet? E kam pas një ngjarje shumë interesante faktisht, para 2-3 viteve na ndodhi, para 3-4 viteve, patëm rrami komplet rrjetit. Patëm në 3 lokacione unë ndërprej u këpot kabla edhe s'patëm telefon, s'patëm data. Dead. Komplet. Okej. Komunikimi, kriza, u morën masat e nevojshme, në rregull, u rikthy rrjete, mirë shumë, tezi janë telefon. Çka u bo? Shpora rrjete. U këpot kabla, çka me bo? U këpotën. Ndodhin. U tha, veshta, u ta shumë, që lufta diçka. Edhe tha, çka bujna pa internet? Tash teze, 99 s'kena pas internet, luftën e kena përballu diqysh s'ka lidhje. Po sot, du me thonë, edhe nëse lufta nis, na mendojna, pa internet çka bujna? Nëse nis lufta. Faktisht që kjo është mindseti i ditës të sodit. Edhe është një varësi. Edhe është një presion shumë i madh për telekomunikimin në Kosovë, për komunikimin, për telekomunikimin. Është presion shumë i madh. Nuk mendohet kur gjoh, faktisht. Për atë arsye, na jena në sy të publikut non-stop. Edhe me njëherë, pse s'kena giga për këtë sen, pse s'kena për këtë sen, mu hargju interneti, pse mu hargju interneti? Nuk e keni iden presionin që e kemi prej jashtë. Edhe kjo normal. Ju nuk guxoni më unal asnjëherë. Nëse këtë na tjerë nalëm, ju nuk guxoni më unal. Nëse gjithçka nal, gjithçka mshelet, njerëzit me raci është me mujt me rajt internet. Dhe kjo është. Edhe kjo po na ndihmon mu lidh më shumë se kur, po edhe me kry punë më shumë se kur. Nëse më herët ke qenë i shkputun, për 2 orë ke shku dikon s'ke pas qasën në internet, tash mundesh me kry punë kudo. Edhe pikrisht ju na keni mundsu edhe që të mendsin me qenë më fleksibil edhe me punën. Shumë rëndësi kjo në ditën e sodit, se është ka ndru dinamika e jetës, nuk ka ndru veç komunikimi ju ka përshtat dinamikës tjetës, që është shumë normale. Edhe kupto që absolutisht nuk mendohet jeta, na sot punojna edhe në komunikacion, që s'ka qenë e mundur, po e ka pak edhe anën tjetër, përpara kur kom shumë pushem, jam shkput prej punës. Po flas para 5-6 viteve, 7 viteve, 10 viteve, jam shkput prej punës. Kom qenë në pushim edhe qaja. Sot nuk jem në pushim. Sot edhe në pushim jem punë. E ki telefonin, e ki rjetin, e ki emailin në telefon, edhe marrë i gjithçka. Edhe nëse të kërkush puna, ki mu kyç vetë se s'ki qare. Këgji ka edhe të mirat e të këshijat e veta. Në balancën mes punës dhe jetës. Afrika shumë kënaqësi që të pata sot, edhe faleminderit për këtë rrugtimin që ndave me neve, nëse ki edhe vetëm një këshill në fund për gjithë ata që shohin këtë podcast. Unë kam veç një mesazh për vajza që synojnë këtë pozitë ose çfarëdo pozite fundi fundit. Nuk dihen kur gjo vetë,
dush me shku dhe me kërku. Këtë mesazh e kom mësuar gjatë karrierës tam. E pa ta lexuar në një libër shumë atë, për këtë librit veç këtë sera pa ta majtë rëman, dhe fatmirësisht e pa ta apliku. Shkoni edhe kërkoni ato që ka po tani. Nëse e shihni personin, nëse e shihni pozitën, nëse e shihni institucionin, shkoni direkt edhe kërkoni, nuk t'vjen kur gjo vetë. Veç këtë sera me majtë rëman edhe me vepru kur është koha, se që krejt kanë mja dojnë. Cili është libri që e ki lexu? Është Sheryl Sandberg, Lean In. Faleminderit shumë Afrika, dhe në fund tash pushimet e verës po vinë, edhe ta kenë edhe këtë libër ta marrin me vete bashkë me mesazhin që e dha në fund. Faleminderit shumë, kënaqësimet pas, edhe shpresoj që kemi me pas prapë biseda për risi të tjera të epos. Kënaqësia ka qenë ime, është gjithmonë kënaqësi me bisedu me ty. Sin kafe, sin podcast. Faleminderit shumë. Faleminderit.